ETC Gostivar nga dita e sotme ka filluar kampanjën humanitare për të qenë në shërbim të familjeve nevojtare gjithandej ku do ta lyp nevoja. Familja Avdiu nga Tetova ishte rasti i parë të cilit i zgjatet dora për ndihmë, tha Besnik Reka, menaxheri Elkos Group në Maqedoni, qendra tregtare në Gostivar. Kjo familje gjatë gjithë muajit Ramazanit do të jetë furnizuar me produkte ushqimore, higjienike, tekstile dhe gjithçka që ka ETC në asortimanin e vet. Ndërkaq deri në fund të vitit, pra 6 muaj me radhë, do t'ju ofrohet nga 100 euro si mbështetje për t'u furnizuar me nevojat bazë të jetesës. Ne si ETC sot kemi një aksion humanitar, pasi pam në media dhe rrjetet sociale familjen Avdiu në një gjendje të rëndë sociale, me njëherë reaguam. Ashtu si pronari Elkos Grupit Rami Skelmendi me njerë mori iniciativën që familjet e Avdiu të sigurohet një mbulesë me të mira ushqimore, veshmbathje higjienike dhe kujdes në të gjithë asortimanin e ETC-s, me qëllim që kjo familje për Ramazan deri në fund të vitit, megjithëse 6 muaj do të ketë një mbulesë muaj për muaj nga 100 euro që të shërbehet në ETC me të mira materiale. Ne si ETC nuk do të donim që ky rast përcillen me media, mirë po shpresojmë që edhe kjo të jetë një shtys për tjera farist dhe për tjera familje që kanë një gjendje më të çndrueshme ekonomike që të ndjekin shembullin e Elkosit. Ne kishim të pamundur që të qëndronim si familjar të heshtur kur pam lotët e vajzës së familjes Avdiu dhe nënës së tyre, e cila nuk kishte në gjendje që të qitë diçka në sofër për fëmijët e saj. Laureta Avdia është nëna që nuk ishte bukë për fëmijët e saj. Ajo gjatë pranimit të ndihmave nga ana e ETC-s Gostivar tha se fal zemërgjërësisë njerëzve që i kanë ndihmuar, gjendja e saj tashmë është stabile. Ajo që është më e rëndësishme, lotët e urisë tashmë janë kthyer në lot gëzim. Falenderoj ETC-n shumë që jam këtu për momentin, edhe falenderoj edhe qerët që kam kanë ndihmu. A keni arrit pak ta stabilizoni gjendjen? Po, kena arrit pak, faleminderoj këtë popullin musliman që kam kanë ndihmu. Besnik Reka nënvizoi se ky nuk do të jetë rasti vetëm ndaj të cilit ETC do ta shtrijë dorën e mëshirës, sepse në të njëjtën mënyrë do të veprohet edhe ndaj të gjithë atyre që do të shfaqin nevojë për ndihmë. Kjo, tha Reka, nuk duhet të konceptohet si ndonjë lloj propagande, por thjesht si një mënyrë për të prekur edhe në ndërgjegjet e të gjitha bizneseve që t'i bashkojnë rrugës humane ndaj atyre që kanë nevojë dhe në këtë formë të bëhemi një arsye më shumë për të shuar vuajtjet e varfërisë tek njerëzit që na rrethojnë.